Krishna Karuna Lola Radhe Govinda Radhe Govinda. Përshëndetje, uroj të jeni mirë, edhe të kaloni gëzuar një Krishtlindje sa më të bukur për të gjithë. Unë vetë jam mirë si që shikoni dhe jemi përsëri bashkë. Për çfarë do të flas sot? Sot do të flas për fjalën shërbëtor. Pse e quajmë shërbëtor? Kur e dëgjon për të parë si fjalë, nuk është edhe aq e këndshme. Ç'është kjo fjalë thonë vetë, shërbëtor? Po, shërbimi është natyra e njeriut. Në gjithë shërbejmë diku. Ne shërbejmë pronarit lokal. Ne shërbejmë motrës, nënës, vllait. Ne shërbejmë klientëve, ne shërbejmë brigadirit, drejtorit ke puna, ne shërbejmë gjithandej shërbejmë gruas, fëmijëve, babait, nënës, shokut, shoqës. Që gjithë i shërbejmë. Edhe ai që mendon se i ka të gjitha, nuk ka nevojë për asgjë. Çfarë bën? Merr një qen, një macë, edhe i shërben. Pse ndodh? Si është fakti që shërbimi është natyra e njeriut. Ne nuk mund të rrim dot pa shërbyer. Prandaj edhe quhemi shërbëtor. Mirë po, shërbejmë kudo, shërbejmë në punë, shërbejmë në zyra, në shkolla, në lokale, gjithandej, duke menduar se përfitojmë diçka, për të përballuar shqetësimet e jetës, edhe shumë mirë është. Mirë po, harrojmë që të bëjmë një shërbim shumë të domosdoshëm, desha të thoja, edhe më kryesori që të shërbim atij që na ka dhënë jetën. Ka nevojë për shërbimin tonë? Nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë se i ka gjitha, që gjitha i ka, pa përshim. Ka vila, ka pallate, ka pasuri, ka një univers që i ka ndërtu vetë. Pa llogarit çdo gjallësi ka fut në të, duke përfshirë edhe neve që. Duke përfshirë dhe mua që flas aktualisht. Kështu që pasuria e tij është pa limit, është pafund. Edhe nuk ka nevojë as për shërbimin tim, as për shërbimin tënd, as të askujt. Për çfarë ka nevojë? Ka nevojë thjesht për dashurinë tonë. Sepse jemi fëmijët e tij. Ne mendojmë se jemi fëmijët e filanit, e filanes, nëna, babai. Nëna, babai fletën gjysore bashkë. E mas të 9 muajsh dola unë. Pas nuk është se krijuan trupin tim, kokën time, duart, këmbët, syt, mundën. Thjesht bën qef ato 10 minuta dhe mas 9 muajsh dola unë. Po, më rritën me dashuri, me përkushtim, me sakrifica. Më krijuan çdo gjë, kushte të gjitha, padyshim që mirënjohja ngelet. Mirë, po nuk janë ato nëna dhe babai. Nuk është motra dhe vllai.
Jemi thjesht mitët Madhit Zot, së shej që jep jetë, shej që krijon çdo gjë. Edhe atij i takon edhe shërbimi më i madh që do të bëjmë. Gjithë jeta jonë faktikisht duhet të jetë një shërbim për të. Shërbim do të thotë që atë që bën ta përkushtosh me dashuri kundrejt tij. Zoti mos punova sot e gjithë të ditë ta përkushtoj ty si shërbim. Kjo është një formë dashurie që ti përkushton Zotit. Atë punë që bëra ta përkushtoj ty si shërbim. Është dashuri, thjesht dashuri. Kur ha bukë, para se të fillosh të hash bukë, të falenderosh, Zoti i Madh thosh, faleminderit për bukën që më jep për ditë, jam mirënjohës. Kjo është dashuri. Kur ngrihesh nga gjumi, Zoti i Madh, më ngritë nga gjumi, ndjehem mirë, jam gjallë, marr frymë. Faleminderit, jam mirënjohës. Pra ky është shërbimi që mund t'i bëjmë edhe Zotit. Zoti nuk ka nevojë thjesht për dashurinë tonë. Të shprehim mirënjohjen tonë për atë që na ka dhënë, edhe na jep për ditë. Pavarësisht se ne i marrim gjërat si mirëqenia. Ama themi se kështu ka qenë dhe kështu është gjithmonë. Jo, nuk është. Për çdo gjë ka punë nga mbrapa. Nuk ka rastësi. Nuk mund të thuash një inxhinier që ti e bërë rastësisht inxhinier, një kohë që ai ka kaluar net tëra pa gjumë, duke studiuar, duke derdhur djes, duke ndëritur me orë të tëra mbi libra, për të bërë ai që është sot inxhinier. Nuk mund të thuash atij që e bërë rastësisht. Jo, ka punuar për atë. Një mjeku, me njëjta gjë. Ai ka studiuar, ka lënë syt aty nëpër libër. Ka gdhirë net tëra pa gjumë. Për të arritur për të bërë ai që është sot, një mjek. Edhe nuk ka rastësi, do të thënë. Rastësia nuk ekziston. Kështu që edhe për çdo gjë që ne gëzojmë, ka një punë madhështore nga mbrapa. Ne nuk shikojmë dot me shqisat tona të limituara, nuk arrim të shikojmë dot. Shikojmë vetëm materie. Asgjë tjetër. Po ka një punë kolosale nga mbrapa, që ne e gëzojmë sikur edhe e marrim si të mirëqenë. Jo, njerëz, jo. Kështu që të dedikoni sa pak nga dita juaj, të dedikoni sa pak nga vetja juaj. Dhe kjo është gjithmonë për të mirën tonë, për të pasur benefite. Troç. Ne dhe i bëjmë lejka, i bëjmë brigadirit, këtë puna, inxhinierit, pronarit, këtë lokali, i bëjmë lejka klientëve për 200 lekë që na le klienti bakshish. Pra, mirë, dakord. Nuk thëmë vazhdoni bën atë që po bëjni lajk atit mallit. Merrni me të mirë atë. Edhe ai ka nevojë për dashuri. Jo ka nevojë, po ai vetëm atë do, vetëm dashuri do, nuk do asgjë tjetër. Sigur të vish ke unë, thot, qoftë edhe me një fije bari, apo me një gotë ujë. E të madhërosh me dashuri, unë dhe pranoj thot me kënaqësi më të madhe. E kupton çfarë dashuri është për ai tek ne, çfarë mirënjohje, çfarë. Kështu që
Mirës, filloni që në gjes, falenderoni e të shprehni mirënjohjen tuaj. Çdo shërbim që bëni, Zot ta dedikoj ty. Edhe do shikoni që edhe mirësia mbasisht do filloj të shtohet. Më shumë dedikoni jetën tuaj Zotit, më shumë mirësi do keni nga mbrapa. Okej, mendoj se një farë shpjegim ja dham fjalës shërbëtor. Thelbi i shërbimit, që është pikërisht natyra e njeriut. Shërbej. I vetmi që nuk shërben në këtë univers është Zoti. Personaliteti suprem. Gjithë tjerët pastaj me perëndi, me angjëj, me gjithë janë destinuar të shërbejnë. Okej, faleminderit, kaq kisha për sot. Flasim herë tjetër. Mirë takofshim herë tjetër. Murali Govinda, Radhe Radhe Govinda.